Sot rrezikët nuk vinë vetëm nga armët klasike, teknologjitë e reja që transferohen në mënyrë të padukshme, materiale dhe pajisje që transferohen me përdorime të dyfishta, software që transferohen nga një vend ke tjetri me një klik, apo pajisje që janë në dukje civile, po që përdoren dhe mund të shndrohen në mjete survejimi. Mosveprimi ligjor në këto kushte nuk do ishte neutral, përkundrazi, ndaj dhe mbrojtja ka ardhur me këtë propozim për efekt të një kontrolli sa më të fortë të zinxhirëve të furnizimit dhe transferimit të mallrave me përdorim të dyfishtë dhe teknologjive përkatëse. Projekt ligji që propozojmë sot kryetar ka 3 objektiva themelore. Para njëherë harmonizohen plotësisht me kuadrin rregullator të BE-s, konkretisht rregulloren 821 të vitit 2021, forcimin e mekanizmave të kontrollit, vlerësimit e rrezikut, parandalimit të devijimit të mallrave me përdorim të dyfishtë, sikundër dhe rritjen e sigurisë juridike jo vetëm për institucionet ligjzbatuese, por edhe për operatorët ekonomik të ndryshëm në këtë fushë.